garat kur bon, diçka që është e mirë për dallin për këtë tjerëve. Pushtetin lokal në Kosovë, njerëzit e përjetojnë pushtetin lokal në Kosovë, zgjedhjet lokale në Kosovë, ma të rëndësishme se zgjedhjet e përgjithshme. Po së është komunikimi më direkt. Jo, impakti jo direkt. Impakti jo direkt. Lidhshmëria është direkte. Na i kena politizuar zgjedhjet. Na shqiptarët, edhe pse kësaj radhe zgjedhjet lokale janë bërë tamam zgjedhjet lokale. Në disa primesa të elementeve tjera që s'kan të bëjnë shembull me komuna. Më herët është bërë më shumë, ka patur një emocion nacional me një farë forme, me frym edhe me luftë politike. Kësaj radhe kanë dalë kandidatët edhe kanë plasuar ofertët e tyre, qoftë njëri qoftë tjetri. Dëgjoj, në Kosovë fatkeqësisht nuk po votohet për punë të kryme, sepse unë njëri prej atyre që them, i zgjedhuri publik, kur janë kryetarët e komunave në shprehje, nuk ka nevojë për falimnderim. Në janë 4 vjetë ndodhë, ajo nëse s'ka ndodhë, mas 4 vjetëve mos lëp ma shumë. Por në Kosovë nuk është të votu për punën e mirë, për punën e kryme. Se veçojnë për ashtu, kryetarët e komunave që bojnë dallim, fitojnë. Kryetarët e komunave që s'punojnë heq, dënohen. Dhe na kundërta, kryetari i komunës që punon, dënohet. Kryetari i komunës që s'punojnë heq, kjo është çështje këndvështrimi, zoti Aziri. Po nuk ka çështje këndvështrimi. Se ta vi bie që deli kryetari. Shembull, Blerimi mund të mendoj që përpara Rama s'ka punu fare, po i ka fitu, ka dalë i pari në zgjedhje. Po ndërkohë që Halil Madoshi mund ta mendoj të kundërtën. Po i bie kështu. Jo, ne nuk duhet me morë istikam. Aziri se ka pronësin mbi të vërtetën, është vetëm mendim politik. Unë e përjap edhe unë mujna me folë për rastet veçanta me argumente nëse doni. Po problemi është që njëra për arsye që unë për përmend të votuesi është i ushqym me diçka tjetër. Jo me kërkesën për përmirësim të jetës. Me ushqyna votuesin me kërkesën për përmirësim të jetës, ai voton për të mirë ose për të keq. Na kena ushqy votuesin me urrëtie politike, kena fragmentizuar, kena ndashur shnin dhe njerëzit shohin bardhëzi. Kush nuk është me mosh kundër meje. Dhe vota edhe në zgjedhjet lokale pak a shumë qartë. Pas ka deklaruar, para se të fjallën Blerim ndjes, po me që jemi direkt, pas ka deklaruar kryetari i LDK-s se thot për zhvillimet brenda LDK-s do të ketë një rend. Edhe më herët e kishte cilësuar veprimin e Vushtrisë si çështje periferike, por a i bie kjo që do të ketë rend me një farë forme paralajmërim për disiplinim, eventualisht përjashtim të atyre që nuk dëgjojnë me një farë forme urdhrat nga lartë që vinë zoti Aziri. Sot po e shoh që zoti Aziri është në rolin e zjarfiksit. Si zakonisht. Si zakonisht. Ama po të pyes ty me që pas ka patur një deklaratë para 3-4 minuta, 5 minuta kështu. A mund të sankcionohen kështu me përjashtim? Ata do në më kanë të lutur që s'm kanë mu lider. Se Lëmiri me gjithat po e qelëson si i të izolum edhe periferik, po në kodër të mekanizmat në brendshëm duhet me rujt korreksin. Nëse do i kështë juve lider, do i tregonit vlerën? Jo, është puna që toleranca është vlerë. Unë është që vlerë. Po mosbindja në parime dhe në ideologji është problem, për mu problem serios. Sepse bindje unë e qujtë shumicë, nuk e qujtë individin. Bindje është, lojaliteti është karshi shumicës, jo karshi individit. Me individin s'ka mas njerë problem. Gash? Është problematike, adem pse është problematike, se e kuptoj zoti Azirin mundohet me mishe me shpirt me luj zjarfiksin. Edhe mirë, i bandera, jo, në këto konat e trazimit madh politik edhe kontradiktave të mdoja, roli i, qysh me thoni, Anton Qetës, nuk oj keq, për kontrazi është i mirë. Aziri është duke luajtur rolin Anton Qetës. Po e pa shumë nuk kështu me mire ki ti dhe ti se ki keq, po ky se ka mirë, ky u gut, po ky s'ka vetë. Ajo dëmënot është një qëndrim pa qëndrim, por si do që tjetë, është zgjedhje e zotit Aziri dhe LDK-s këtu. Po unë mendoj që është shumë marrë serioze. Se ke provu të ende dalësh andaj tavolinës, të marrësh përgjithësi për të tjerë. Prandaj unë mbaj respekt për zotin Aziri, se në të kundërtën, kësha thonë, letë është me shkajt u thonë këtu, a qka po ndodhë kështu që këthemi pak të serioziteti. Kur tha zoti Aziri qëndron të deklarata e përbashkët e LDK-s, afërmes, është në kryetari i LDK-s aty.
Domthon, edhe kjo garant shkon ka zyra e LDK-s, respektivisht ka zyra e Lutfi Azirit edhe kjo deklarat. Sepse është shumë indikative kur thot politika statutore. Gati përmensh e di statutin e LDK-s. Pika 44, kryetari i Degës. Pika 45, pik 4. Kompetensat e kryetarit të Degës dhe kryesisë së Degës e përcaktojnë që Dega organizon zgjedhjet lokale dhe të gjitha gjonat që ndërlidhen me zgjedhjet lokale. Prandaj, është afërmeq që Dega nuk është autonome, po s'është e pavarur. Respektivisht duhet më nështru një strategjie qëndrore, jo me lypleje, por se pakut koordinohet me. Zoti Aziri gjithashtu në prezantimin e tij e tha që janë dy të vërteta dhe këtu kisha pas shef me ditë cila është e vërteta, është pronari i vërtetës kryesia e LDK-s, Lumir Abdigjikun këtë rast si kryetar dhe kryesia e saj sot, apo ato çka deklaroi dhe atë çka nënkuptohet, sepse kjo nuk është bardhëzi. Kemi të bëjmë një LDK e cila është në luftë me PDK-n në disa komuna e PDK-ja në tjetrën. A mos ju ka prish plan edhe punë Zoti Tahiri në vushtri, edhe pse s'është hiç ngarmo, po i treti, prandaj është e pa kuptim edhe jo strategjike, përveç se dhimbta nuk është tjetër ka, edhe përveç se mendja më thot që po ai që i kanë shku me sigurim edhe me gjipa që është e ma herët në pej, si në kryetari i LDK-s, mos ka pas kërkesa të papranueshme, indikative nga Zoti Muhaxheri, që mos shkoni se po mprishni punë knena. Do thot, çajo synetia jote që e përmene, që ato gërshojt. A jeni gjeni me pranun që studio, Zoti Aziri, që i keni i gërshoj Zoti Tahiri, e keni bo kështu, që është kjo, Agnus Dei, kënë shkurban, për arsye të mos durushmëris ndaj vetëvendosjes edhe planeve të koalicioneve të mundshme, afërsis që mund të keni në planin e juj me PDK-n nesër. Sepse nërysh e shof krejt si pavësi, leadershipi edhe kryetar lëku Zotit Abdigjikun në këtë aspekt. Thirrët statut, a statuti është shumë i qartë. Ja, pse atër dush me pos Deg? Pse me mos zgjedhje lokale? Pse me pos Zotin Tahiri kryetar Deg atje, kur po mosh ka krejt Zoti Abdigjiku? A ndoshta edhe s'mund? Sepse këthen edhe ka kërkesa, ta themi kështu, të degve prioritare në relacion me luftën që kanë ato, krahasimisht me vushtrinë. Me të drejtën, për me një digresion të vogël. Ne kur e votum herën e fundit në kryetarin e 5 të kuvendit, në mënyrë të njëjtë me vetëvendosjen, debati për parafrim dhe reagimi qytetar ka qenë parafërsisht i njëjtë. Çka ndodhi? Po shpjegimi im racional ka qenë ky.